الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. Dhe zënderum e falenderojmë Allahun e madhrishën Gjelle Shanu, Gjelle Gjelaluhu, dhe vetëm prej ti kërkojmë ndihmën se është i vetmi krijues, furnizues, rregullues absolut i gjithësaj gjësie. I qëmë salatu e selam pejgamberit alayhi salatu e selam, familjes ti, shokëve ti dhe gjithë atyre muslimanëve të cilët e ndjekin rrugën e pejgamberit alayhi salatu e selam, janë krenar, besnik, asaj rrugë deri në ditë kur do të takohen me Allahun e madhreshëm Gjelle Shanu. Inshallah ta'ala, temën që do ta trajtojmë sot, në asnjë mënyrë dhe asesi nuk mund të ikim i realitetit, sepse Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na mëson dhe na porosit se dynjaja është kopshti i ahiretit, aty ku mbillen edhe korën të mira të cilat do t'i gëzojmë në ahiret. Prandaj jeta e jonë dynja është tërësisht e lidhune me ahiretin, edhe ahireti është i mvarur prej sjelljeve dhe jetës tonë dynja. Çështja e cilën është e rëndësishme do ta trajtojmë është sjellja e jonë në varreza. Allahu Rabbul Alamin kur na paralajmëron dhe na fton edhe na thotë se kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilayna turja'un. Gjithë secili i cili ka ardhur në dynjat do ta shijojë vdekjen. Pa marrë parasysh sa do të gjatë jeta e tij dhe sa është e gjatë, sa është e bujshme, sa është e bereqetshme, do ta shijojë vdekjen ai i cili vdes se do të takohet me Allahun Rabbul Alamin, po do ta shijojnë edhe dhimbjen e vdekjes afër me dashur ata që do të jetojnë pas tij. Pastaj të gjithë do ta presin momentin e shkputjes për sa jetë. Edhe të gjithë do të takohemi me Allahun Rabbul Alamin. Do të takohemi me Allahun për me dhënë llogarit përfundimtare të asaj e cila shujt jetë dhe kemi jetuar te. Mirë po, të gjallët edhe të vdekurit e kanë një lloj komunikimi në mes tyre, të cilët të gjallët ose do të jenë në favorin e shpërblimeve të atyre që bojnë dua për tjetrin, e do të shpërblehen te Allahu, sepse ne e dimë prej porosive të Rasulullah sallallahu alaihi wasallam se gjithë secili i cili bën dua për vllahun e tij, melekët i përgjigjen bimithli, edhe ti inshallah do të shpërblehen me të njëjtën. Po në të kundërtën në qoftë se mallkojnë në llogarit vëllezërve të tij, edhe me lajket të njëjtën gjë do ta bojnë, inshallah do të jesh edhe ai i cili do të për kujdeset dikush që ti të përjetosh dhimbjen çfarë po kërkon për vllahun tënd. Shiqoni këto të lidhur në gjitha së bashku me zveti. Do ta kesh shpërblimin atëherë kur lutesh për herë dhe për mirë, do ta kesh hidhrimin kur lutesh për të kesh pa hak pa të drejtë, po edhe të veprimeve tua në raport me të vdekurin. Ne sot të gjithë jemi musliman, edhe të gjithë do ta përjetojmë ato që është e pashmangshme, që quhet vdekje, do të prezantojmë gjenazën, morimin, bërësjeljen e njëri tjetrit, do të lutemi e do të sillemi si musliman gjatë gjithë asaj ceremonie. Allahu Rabbul Alamin pse i kërkon këto rregulla prej nesh? Pse njerëzit janë ata që porositen vazhdimisht dhe kërkohet prej tyre? E kemi një arsye sepse ne ka shpjeguar dhe ne ka dhënë Allahu Rabbul Alamin, i cili thotë: "Wa laqad karramna bani Adam." Ne i kemi nderuar, kemi veçuar, kemi dalluar bitë Ademit, pasanësit Ademit, ata të cilët e kanë trashëguar tokën Allahut. "Wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibat." Edhe i kemi bardh në tokë edhe në deti. Fjala bardhja është kur lëvizin edhe punojnë edhe kërkojnë
njerëzit mund të lëvizin me ato mjetet që janë shtazë, ndoshta mund të them ma primitive, po jo ma primitive, sepse shtaza vazhdon të jetë mjeti i cili i pazaventuar shumë vende për transport, edhe për lëvizje. Edhe deti natyrisht, i cili mbulon pjesën më të madhe transport edhe të lëvizjeve të botë. Gjoqin nuk e kanë, sepse shumica e shtazë edhe shpese nuk mundën me mbjetu në ujë, sepse se kanë veçorin ose se kanë një metin e lotubin, të cilin e ka njeriu edhe mjetet të cilat me mendin që e ka ndëru Allahu i ndërton edhe lëvizin bito. Wa fadalnahum ala kathirin mimman khalaqnahu tafdila. Edhe kështu edhe në këtë mënyrë edhe në këtë formë i kemi veçu, i kemi ndëru, i kemi gradu ma shumë se shumicën e gjitha krijesave që kemi kriju në tokën Allahut. Shumicën e krijesave që kemi, që do të thotë ka krijesa që Allahu i ka veçu dhe i ka gradu me disa gjëra që janë më tepër se mirë, po në përgjithësi marrë tërësisht Allahu Rabbul Alamin njeriu e ka veçu sepse e ka bërë halife në tokën e Allahut Rabbul Alamin. Shëqoni, kërrej këto kërkesa, kërrej këto arsyna, Allahu Rabbul Alamin i jep për me të regu se njeriu duhet me qenë nivelin e detyrës qenut insan, njeri besimtar, intelektual, i cili posedon vlerat edhe dhuntit të cilat nuk i kanë krijesat tjera. Pastaj Allahu Rabbul Alamin po na tërheq vërejtjen. Innal ladhina yu'dhuna Allaha wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah. Ata të cilët e fyjnë Allahun edhe dërguarin e tij. Çish fyhet Allahu? Allahu fyhet atëherë kur refuzohen, nënçmohen, përqeshen urdhat e Allahut. Nënçmohet, përqeshet, refuzohet, dhunohet krijesa e Allahut. Se ti krijesën qenin Allah, qenin Allahut Rabbul Alamin, ti s'ki mundësi me poshnu, me fy, me dhunu. Mirë po dhunohet, kur dhunohet të ligjet e tia. Dhunohet ose fyhet Allahu Rabbul Alamin, kur nuk respektohen, ose nënshmohen edhe refuzohen urdhrat edhe kërkesat e Allahut Rabbul Alamin. Wa rasulahu, edhe të dashën e Allahut, qoh me ato fyrjet klasike. E dini, ka qenë aktuale para disa viteve ato fyrjet klasike të nivelit ullë, si kurse që i bajnë dy rrugaq rrugve, e fyr njëri tjetrin me shprehje se me fjallë, ose me mendime, me paragjykime. Thot, ata kanë fitu mallkim, lanet në dynja, edhe të t'i përcjell rezultati i lanetit edhe mallkimit edhe në akhirat. Walladhina yu'dhun, vazhdon ajeti pa masaj, do shumë e rëndësi. Lehum adhabun muhinun. Ata do të kenë, shishani, ndeshkim nënçmues, ndeshkim poshtrues, ndeshkim i cili i jau kthen atë të cilën ata e kanë menduar dhe e kanë dëshiruar. Sepse do të poshtrohen atë ditë kur do dalin për Allahut. Do të ndeshkohen edhe arsyeja që do t'u jepet verdikti i ndeshkimit, poshtrimi për arsye se kanë tentuar me fy Allahun e dërguarin e tij në dynja. Sepse i kanë refuzuar urdhat e Allahut. I kanë nënshmuar dhe i kanë fyer ata që janë krijesat e Allahut Rabbul Alamin. Pastaj ata të cilët i fyjnë, i nënshmojnë besimtarët të dy gjinive, besimtarët edhe besimtarët të dy gjinive, femra dhe mashkuj, bi ghayri maktasabu, për shkak të asaj që ata nuk e kanë kryer, për shkak pafajësisë tyre, sepse akuzohen pa vaj. Laqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina. E kanë marrë mbi veti përgjegjësinë e shpifjes. E shpifja është gjuna i pakontestueshëm. Ata që kanë lexuar Kur'anin dhe dispozitat e shariatit, disa prej jush e dinë se shpifja është gjëja që Resulullah sallallahu alaihi wasallam na ka garantuar. Ai i cili merret me këtë lloj, po them thojza biznesi, shpifjes, etiketimit besimtarëve, pa arsye dhe pa të drejtë dhe pa hak, sepse nëse të lypet dëshmia, duhet me dëshmu. Mirë, po nëse ti e kin vetveten një paragjykim, edhe shkon edhe shpif, atëherë i ke ngarku vetvetes çka, një gjuna të pastër, i cili është rezultat i shpifjes pra. E cili është ai? Nuk ki me ju afru xhenetit, as ki me ani e xhenetit, as ki me hy kur në xhenet për shkak shpifjeve që ju ki bën njerëzve të pafajshëm.
Pse këto ajete? Pse ka ardhur kjo? Çka ka shpifja të bëjë me vdekje? Ka të bëjë sepse na kur shkojmë Vareza, nëse njëri tjetrin e këshillojmë atë që ka mësuar Resulullah sallallahu alaihi wasallam, ka prej neshqime pa përgjësin totale, thot, hajtë përse mos ka konë farë burri i mirë, se farë gruje i mirë, shkela një vorë, një tekë. Cili, ku është e aparati, me qka, ku ke shablonin që e motë mirësin edhe të keqin e njerëzve. Në mund të cilësojmë njeriu atë sa shohim, atë sa ndëgjojmë, mirë po nësë një mënyrë, nësë një moment, nuk mundemi me hi dhe mu thëllu në ato që i mbanë zemër. A ka mundësi, cili kirurg e qelë zemër dhe ka dhënë që kjo zemër e mirë, për zemër e keqe? A i mund të thëtë është zemër e shnosh për i smundjeve, ose e lëndume për i smundjeve, njërë po a mund të thëtë cila është zemër e mirë dhe keqe. Kjo është vetëm kompetencë ati që në ka kriju dhe në ka dhënë zemërën me veti. Edhe ka thënë lehum kulubun jefqahun e biha. Besimtar kanë zemëra me cinat mendojnë, s'po mendoj ka truni, kryt. Po zemëra është ajo që jep verdiktin definitiv gjykimit real apo jo. Çka truni atëherë? Një sekretar i shpejt, i sinqert, i pagabushëm, i cili i mbledh dhënat prej jashtë edhe në zemër, i përcjell gjykimet prej zemrës jashtë. Shishoni, njerëzit shkon në varrim, e shkel varrin pa pikë cipet turbit, edhe s'ka thot, hajtë më nëse konë burri i mirë ose i keq. Shpifja, gjynohi për cilin kime dalë para Allahut për përgjegjës për ta. E nëse ka qenë jo reale, as nuk kime u afru gjennetit, as me një erën gjennetit. Se me hynë dojë ose jo, po as me kalu afër gjennetit që me një e jaron gjennetit. Shishani, çfarë lagësie të qonë prej gjennetit, shpifja edhe qëndrimi jo i drejt në raport me musliman. Pasaj thot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadithin që transmeton Ebi Hurajra radiallahu ta'ala anhu, i cili thot, لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له أن يجلس على قبره. Po thot me ullë ndë njëri prej jush, në zjarë, në brush, që i thot populli, derisa t'i djeg edhe teshat e të mërin në lkur, është më mirë se sa mu ullë mbi varin e ndë njërit. Me ullë në brush ka me mirë, me pranushme, me livdushme, me kalushme, me kapërdime, thuni si doni, se sa me shkel varin e tjetërit. Shkojmë 200 veta, 300 veta, 500 veta në Vareza, 300 veta për ty në i shkelin vorat. A cilën që është do të cilën, cilë për ty në hinë edhe bënë duar, lutët për ata të vdekur, lutët për vetë vetën, 1% ose 2%. Të tjerët, cigare në goj, burnin, në vore, muhabetet të dynjas, thuti si s'ka pas ven kafe ose në shpimi i batu. Edhe s'kyrë ku po shkel, as ku po ullët, as ku po rrim. Dhe për Vareza, mi vorët e tjera, edhe kur ju thuhet, ma më rëson është varë, hajtë ma se ka, o kon farë buri mira, grue mira. Me një herë, e ka ndonë vlerësimin me cilin e fiton hidhrimin e Allahut. Ke shku për salat, ke shku me u lutë për të dheku, se dhekurit tonë ka nevoj për lutje tonë. Ka nevoj për sinceritetin tonë. Edhe ne kem nevoj me u lutë për ata, sepse kur lutemi për tjetër, thashë në fillim, e fitojmë shpërblimin dhe fitojmë bonusin që me lajket me u lutë për ne. Në ato momente çka bojmë na? Përveç se si mërim asjone për këtë ju bim shkel me këto haptas, e fitojmë edhe diçka tjetër që është hidhrimi i Allahut edhe dhimbja e ndeshkimit të shpifjes. Të atyre që mund t'jetë mirë, edhe ti i nënshmon, edhe i tiketon pas vdekjes me ato shprehjet dhe me ato arogancën tonë. Pastaj thotë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadithin që transmeton Uqba ibn Amir, لأن أمشي على جمرة الصيف أو أخصفه برجلي أحب إلى من أن أمشي على قبره. Po thot, ma shumë kisha pas qef, e kisha duru, ma mirë, ma me qef, ma me vullnet, me ecë në për prush, ose mi ngrez varë kom të mija në për nëzëtsin e shkretinës edhe të gurve,
edhe nxehtë, edhe gurtë mpre, edhe të gjitha ato, kisha me I përballu ma lehtë se sa me shkel. Kjo fjala është për ditën e Kiametit, për gjunohin që e ki ditën e Kiametit. Ma lehtë, ma Mikolaj kisha me I prenu të gjitha qëto, se sa me hip edhe me shkel bivorin e tjetës. Edhe kër I thu tjetërit pse, hiç që shkon me e pse I ke thonë. Për gjunohin edhe për nënçmimin, për ulljen, alladhini udhuna Allaha wa Rasulehu. Ata cilët kanë me nënçmu Allahun, kanë mu mundu me nënçmu Allahun edhe Rasulin, dërguarin e Tij. Ata cilët me arrogancë refuzojnë urdhat dhe kërkesat e tyre. Pastaj tjetrin hadith, edhe nuk do ta zgjasë për shkak të shiut edhe të pamundësisë. Thotë që dhe transmeton Aisha radiallahu ta'ala anha, e cila thotë kësu adhmi mejiti ke kësri hajje. Me a thy ashtin të vdekurit, njëjti gjunar sikur se me a thy të gjallë. Për kundrazi gjallë ka me ta lyp dijen, ka me ta lyp shpagimin, ka me I vdekuni do të kesh gjunar ma shumë, sepse nuk ka mundësi me I lyp shpagimet e dynjas. Mirë, po të gjitha do të tubohen, edhe do të adhepsh rezultatin, do të pagush haraqin ditën e Kiametit për Allah. Prandaj në qoftë se ke shkel ma e nivorit, edhe o thyni ashtinit vdekunit, do të kesh hidhrimin e Allahot, sikur se me e pathyni të gjallin dynja. Prandaj vëllezër nderuar, këto kur I përmendim, to janë Allah që lëshoni kur I kërkon prej nesh, pse si ka kërku prej shtazve tjera, shtazve të zakonshme. Si ka kërku edhe pse në drejtësinë absolute të atij edhe ato të vinë shprehje, do të marrin hak prej njëna tjetrës, se thot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nuk ka më u kry llogaria derisa dhe shtazet. Ajo që është shyte pa brinë, ka me lyp haku për kësaj me brinë. Në ke vrama, ke mori ke pas brinët, në ke largu për ushqimit. Edhe ata do ta marrin haku për njëna tjetrës, sepse ajo është drejtësia absolute. Do të kthehen ashtu sikur se si kanë ardhur në dynjë me mision të krym edhe të përfundum, mirë po I përvujtën, I dëshiruar për me qenë shtaz, do të jetë njeriu I cili kur I shen se çka ndodh, edhe shen azabin, ndeshkimin e Allahut të cilin e kanë nxit edhe kanë ndez me veprat e tija, do të thotë atë fjalën e fundit, ja lejteni kuntu turaba. Po ajo është e parealizueshme. Kuku, ti shakon unë shtazën u bë dhe mos me përjetu hidhrimin e Allahut. Se ka thonë ma herët, se ka kujtu ma herët, kur ka mendu se këto kënaqësitë e dynjas si sjellin fat dhe si diçka. Dynjaja komplet është vetëm një e mirë e ahiretit. Vetëm një e mirë, po thot Allahu Rabbul Alamin. E ajo mashtru pe një pjesë më të vogël të asaj që cila quhet e mirë e dynjas. E lutim Allahun Rabbul Alamin që të jemi për atyre të cilët ndërgjegjja jonë njerëzore si musliman të jetë maksimale. Të sillemi si krijesat nderuar, të veçuar, të respektuar dhe vlerësuar prej Allahut Rabbul Alamin, edhe të tillë të dalim para Allahut në ditën e gjykimit. Astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwa tawwabur rahim. الحمد لله أوله وآخره والصلاة والسلام على نبيه الذي لا نبي بعده. Falenderojmë Allahun Rabbul Alamin, ashtu si falenderoj Ademi alayhi salatu wassalam herën e parë, e inshallah taala do ta kemi nasib muyesser që duaja jo në fundit të dyert të xhennetit jetë elhamdulillahi Rabbil Alamin. Vëllezër nderuam, muslimani e ka obligim që të sillet çdo kund mirë, të jetë shembulli edhe pasuesi I shembullit më të mirë që është Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Prandaj të gjitha këto porosi nuk duhet të mbesin lavdata për imamin ose për ju. Ka fol hoxha mirë ose keq, s'është me rëndësi. E ka të drejt hoxha nuk ka drejt si person, po ka drejt ai I cili ti citum, Allahu Rabbul Alamin dhe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. E drejta jonë është me qenë aty ku kërkon Allahu dhe mëson Rasulullahi. Aty e fitojmë të drejten edhe kemi drejt me kërku për shkak të drejtës tonë. Prandaj të jemi të kujdesshëm. Çdo vend ku të shkojmë, ta japim shembullin e atyre të cilët I kanë nderuar edhe I ka veçuar Allahu për krijesat e tij. Allahumma izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikin
Allahumma ansurna man nasara din. Elusim Allahun i madhreshëm xhalla shanu që ta ndihmoj islamin dhe musliman. Të ndihmoj ata musliman cilët nuk e harun, e përkujtun, e përkrahin njëri tjetrin. Elusim Allahun i madhreshëm xhalla shanu që t'i shërojt smurët tanë, t'i mshirojt vdekurit tanë, t'i lirojt burgosurit tanë, këtu du t'a përmirësoj. Faleminderit për ati që ma ka të rejë vrejtit. Të burgosurit tanë nuk janë zullumçar, nuk janë kriminal, po janë ata të cilët janë burgos pa drejtësisht. Në frontet luftës, për shkak të bindjeve politike, për shkak që e kanë kërku lirin, e kanë lyp drejten, ata janë burgosurit, po edhe burgjet tona nëse ka njerëz pa fajshëm. Po lutemi për ata të cilët aksidentalisht ose për shkak të zullumit tjerëve gjindet në mshelur, jo kriminalve. Kriminalët inshallah e marrin beshkimin edhe dynjazat të ahiretit për shqetësimet që o bojë muslimanve. Të burgosurit janë ata cilët pa drejtësisht mohan ku do të qofshin në për burgjet e dynjas. Elusim Allahun e madhreshëm xhalla shanu që ata njerëz cilët po vujnë ende prej kthetrave, prej thundrave, tegrat, zullumçarëve, Allah xhalla shanu t'ju jep liri dhe selamet edhe ta gëzojnë edhe ata të mirën e dynjasët përgatite për takimin e madh në ahiret me Allahun Rabbul Alamin. وصلوا على نبيكم كما أمركم الله حيث قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على رسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الصلاة